Këto pamje tregojnë për një fier zmoçal. Rreshet e prillit jo vetëm rritën nivelin e ujit në liqen, por edhe ndotjen e tij. Tonelata mbeturinash industriale, organike, plastike e mbetje spitalore kanë mbuluar sipërfaqen ujore të liqenit e duke u përqendruar në gjiret e vogla përgjatë bregut. Peshkatarët nuk duan të flasin në kamera, por këtë ndotje cilësojnë të rëndë. Ata thonë se ka dëme drastike të gjallësave në liqen, por dhe dëme materiale që po shkaktohen në rrjetat dhe materialet e tjera të gjuetisë së peshkut. Asnjë masë konkrete nuk është ndërmarrë prej aktorëve të pushtetit vendor, institucioneve të mjedisit apo dhe inspektoriatit shtetëror të peshkimit. Pjesa kryesore e mbjetjeve vjen nga Kosova e Maqedonia përmes drinit të bardhë e drinit të zi. Aksione për pastrimin e liqenit janë organizuar në mënyrë sporadike nga nxënës shkollash përgjatë bregut gjatë vjeshtës së kaluar, por pa patur impaktin e duhur.